Vllaznia drejtuar nga Albert Marashi, kryetrajner Bruno Rotani, Dorian Tafa dhe Jetmir Jahaj ka realizuar suksesin radhës duke fituar Kupën e Shqipërisë për të 17-ën herë radhazi dhe të 29-ën në historinë atletikës shkodrane. Në aktivitetin e zhvilluar në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës në klasifikimin ekipor, vllaznia meritoi vendin e parë duke grumbulluar 195 pikë. Në suksesin arritur, kontributin më të madh dhanë kampionët individual. Endri Rakaj, fituesi i vendit të parë në 100 metër, Sidrit Kopliku me 2 vende të parë në 400 metër me pengesa dhe 1500 metër Endri Rakaj, Kolindo Kiri, Glenis Haxhiaj, fitues të vendeve të para në kërcim së gjati, kërcim trehapsht dhe kërcim selardi, për të vjuar me vendin e parë në stafetën 4x400 metër, ku garuan Franco Burraj, Rigers Haxhia, Durian Idrizaj, por natyrisht ashtu si dhe herat e tjera, spikatjen e bëri atleti i talentuar Franco Burraj, i cili duke konkuruar në garën e tij të preferuar 400 metër, zuri vendin e parë duke përmirësuar rekordin kombëtar me kohën e re 46:14, rezultat ky që shpalli Burraj në atletin më të mirë të gjithë aktivitetit me 1102 pikë olimpike. Pas garës, trajneri i tij personal Bruno Rotani shfaqet i kënaqur me paraqitjen e sportistit e tij, ndërkohë që është optimist për medalje edhe në kampionatin ballkanik që zhvillohet së shpejti në Greqi. Një rezultat shumë i mirë dhe një paraqitje shumë i mirë Frankos. Theu rekordin kombëtar, 46-14, ishte 46-16, rekordi kombëtar i cili mbaj po nga vetë ai. Frankoja në fakt po kalon një formë shumë të mirë, ku në aktivitetin e tjetër që morëm pjesë, që ishim në Malzi, Frankoja bani kohën 46-50. Me këtë paraqitje që të bëha Frankoja, besoj që shumë shpejt në aktivitetin e rallës, besoj në aktivitetin ndërkombëtar do të thyet përsëri rekordi kombëtar, ku edhe konkurenca është më e madhe. Patjetër, besoj që do të thyet. Tani me 11-12 qershor do zhvillohet kampionati kombëtar, do të bijmë edhe titullin kampion të 28 në Shkodër.